Edhe këtë vit që prodhimi i frutit të qershisë ka qenë i mbar në zonën e Dibrës, ai ka mbetur pa shitur. Fermerët theksojnë se dy janë arsyet që u përballen këtë vit: mungesa e fuqisë punëtore dhe tregu të shitjes me shumicë. Neritan Ferrugu ka mbi 3 hektar pemë qershie me të cilën ka burimin e vetëm të ardhurave familjare. Por ai thotë se ka patur shumë të vështirë të sigurojë punëtor për ta vjel frutin e qershisë nga pema. Varietetet e hershme, të cilat kanë patur prodhim të madh, nuk i ka përballuar dot, duke bërë që një pjesë e konsiderueshme e prodhimit të mbetet në pemë. Të njëjtën gjë thot edhe fermeri tjetër Agron Ferruku, i cili cilëson fenomenin e mungesës së fuqisë punëtore si shkatrimtare për bujqësinë. Kemi rreth 3 hektar qershi, edhe pothuajse na kanë ngel mbi 30-40 kuintal qershi pa vel për fuqi punëtore, se nuk ka punëtor. Edhe ato që i gjejmë, po i mbajmë me shumë kimet, se kemi frikë se na hikin edhe ato. Edhe situata është shumë qershi ka pas boll, na ka thonë Zoti pa hesab, ama njerëz me i vel nuk kemi. Po këto që kemi marrë, me një fjalë kemi paguajt 35.000 lekë, drekën, kafe 2 herë në ditë. Edhe kemi transportin e kemi pas lart e poshtë, me një fjalë kemi marrë të shtëpia, kemi çu përsëri të shtëpia me makinat tona. Gjesh punëtor me mik, kjo është situata. Shumë e keqe. Demoralizohesh kur e shef prodhimin në pemë, edhe mos arrish ta vjelish, është një katastrofë. Kam punu 8 vjet në Greqi, edhe jam kthyer tek toka e gjyshit, se nuk du me e lënë, ama me vështirësit mëdha po e përballojmë. Jo, ka ngel sa të dush pa mbledh. Varieteti i parë, bulati ka ngel, çuni gjastim ka mbi 2 ton në Ravna, ke bloku i vjetër ish në Bëve. I kanë ngel për fuqi punëtore. Si lule kanë ngel në pemë, kanë fillu të thahën, 35 e kanë paguar. Ka që kanë paguar 30, ndoshta kanë marrë edhe me 40. Është problem. Si në gjithë Shqipërinë edhe për ne është problem. Ne punojmë me fushata, qershia është delikate shumë. Sa kaq fermeri Neritan Ferruku thotë se është i detyruar ta vjel qershinë e cila tashmë është krimbur. Shkak për këtë sipas tij është mos dëmtoj pemën, pasi duke qëndruar në të bëhet burim për infeksione. Po kjo është një dëm tjetër, se i krijon smundje pemës për vitin e ardhshëm. Unë i rahem që të marr punëtorin edhe ta vjeli prodhimin, ta hedh në tokë, për arsye që mos kem smundje për vitin e ardhshëm, sepse kjo e dëmton shumë pemën. Nuk është vetëm tregu që ajo prodhimi që është në pemë ose që nuk është shitur, por është edhe smundje për vitin e ardhshëm, problem. Shumë fermerë të kultivimit të qershisë në Dibër kanë humbur prodhimet e tyre nga mungesa e fuqisë punëtore.